Thënie të mençura nga filozofi I antitektit Sokrati. Sokrati konsiderohet si filozofi I parë I mendimit filozofik perëndimor. Citojmë disa prej thënieve të tij. Retorika është autoria bindjes që të shtyn të besosh, por që s'të mëson asgjë rreth të drejtës dhe të gabuarës. Sa më pak dëshira të kesh, aq më pranë hynive do të jesh. Nuk duhet kryer kur pa drejtësi, as kur të bëjnë të pa drejtë. Më shumë I trembëm dashurisë së femrës, sesa urrejtjes së mashkullit. Mësuesi mediokur tregon, mësuesi I mirë shpjegon, mësuesi I shkëlqyer dëshmon, ndërsa mjeshtri frymëzon. As është më turpshmja ignorancë të besosh se di diçka që nuk di. Mos u habit dhe aq nëse mërzitesh nga udhëtimi. Duke e marrë veten tënde me vete, e ke bërë udhëtimin pikërisht me personin që doje të shmangje. Fillimi I urtisë është përkufizimi I termave. Dallëdia është ndjenja tipike e filozofit. Filozofia nuk ka tjetër zanathil përpos kësaj. Nuk buron virtytin nga pasuria, por pasuria dhe çdo mirë tjetër buron nga virtyti, si për individin, si për kombin. Edhe majmuni më I bukur është më I shëmtuar se njeriu më I shëmtuar. Je siç dëshiron të jesh. I ligu duhet të ndërshkohet e I simuri duhet të mjekohet dhe faktikisht çdo masemar është një lloj ilaçi. Kush është ai njeri që mund të besojë se ekzistojnë bijtë perëndive dhe nuk ekzistojnë perënditë? Bujqësia është nëna e të gjitha mjeshtrive. Nuk duhet të flasësh patjetër gjërat që di, po duhet të dish patjetër gjërat që flet. Njeriu që gënjen vetveten ka një armik të brendshëm. 3 gjëra tremin burrin dhe bëjnë të dalë nga shtëpia: tymi, zjarri dhe gruaja e keqe. Nuk dëshiro diçka nëse nuk I ndihet mungesa. Shikimi I mendjes nis të bëhet vërtet dëpërtues kur sytë nisin të shohin më pak.